tani që ka filluar implementimi i projektit? Shikoj, ne nuk jemi kundër asnjë projektit që të zbatohet. Të implementohet çdo projekt që është në të mirën e qytetarëve. Unë kam 20 vjet banoj në lagje këtu. 20 vjet në çdo dimër, lartësia e ujit vjen deri në 80 cm. Unë do të kem gomone këtu, të kthehem si në Venecia. Këtu pushteti vendor nuk vë dorë kur. Përveç kësaj ju kanë bllokuar. Përveç kësaj na bllokoi dhe hyrjen për të shkuar në pallat tani, nëse këtu për shkaqe të ndryshme natyrore ose elektrike, bjen një zjarr, ne aty jemi të përvluar, nuk vjen dot mjeti zjarr fikses. Në krahun tjetër ande e ka bllokuar karburanti, ande nuk futet dot një vetur, jo mund të futet më zjarr fikse. Nga do kalojmë? Ne nuk do të kemi me makina tani automjete, po do të bëjmë avion me krah. Nga do kalojmë? Nuk kemi nga kaloj. Prandaj unë propozoj që kjo pjesa këtu të jetë hapur, që të kemi lidhje me tratë ballkanike. Për çfarë implementojmë projektet? Për të ardhur në të mirë të komunitetit. Ne po na prishin çdo gjë. Këtu para me këtu ka 3 biznese, të cilat paguajnë rregullisht, tani ai shkatërron biznesi komplet. Nuk e kuptoj. Po. Unë të kisha. Duam të kemi të garantuar jetën ku banojmë, se ne i paguajmë rregullisht taksat që të gjitha. Taksën e banesës, taksën e pastrimit, taksën e gjelbërimit, taksën e ndriçimit. Dhe mos ke mund tani mos i të futen te banesa, kjo është strana, unë nuk e kuptoj. Çfarë do kërkoni kryetarit bashkë? Çfarë do kërkoj të ketë dalje transballkanike le të implementohet që është të mirë të gjithë, po të na dë lëri dalje ose edhe hyrje që të shkojmë në banesën tonë. S'kemi si shkojmë në banesë. Nuk kemi si shkojmë në banesë. Dje kam dhënë 24 orë i arrestuar në shtëpi. Humba dhe punën e humba dhe gjitha, sepse nuk dilja dot. Lartësia e ujit 80 cm. Nuk bën vaki, unë se marrë vesh ku jetoj. Ne jemi banorët e kësaj familjes tu. Jemi 2 familje, babaj dhe i biri. Baban e kemi invalid. Ne nuk kemi ku të kalojmë. Jemi në tokën tonë, jemi në pronën tonë, jemi biznese, i pagojmë gjitha detyrimet, tani na mbyllet brenda në qark. Të vënë dorë të i zbatojnë ligjet siç janë për të zbatuar. Kaq, s'kam çfarë të them më shumë. S'keni dalje për makinat? S'ka fare, jemi mbyllur në kafaz. Jemi mbyllur në kafaz. Mori shteti gjithë të pronë, ta marri. Siç e mori, po të na lej rrugë të futemi brenda të punojmë. Nuk e di, është gjë shumë alarmante. Të paktën të na lënë këtë rrugën, unë e kam bllokuar këtë punimet e këtyre që në mëngjes, të na lënë rrugë të futemi në shtëpi. Çfarë të them më shumë, nuk kam çfarë të them. Merë, shikoj pamjen e skandaloze. Nëse do implementohet projekti, ju nga do dilni? Me ajër, të hidhemi kështu. Të hidhemi me parashyt. I vete të protestojnë të gjithë ky popull, edhe mos japim asnjë lloj taksa, asnjë lloj gjëje, se taksat vinë t'i marrin. Jo, nuk është e drejtë. Të gjithë e duam të bukurën, ndriçimin, rrugët, se kemi 20 e ca vjet, kemi qenë në pislëk këtu. Po jo kështu na i bërë më keq. Vën kalatat këtu mos kalojnë makinat, vemi në shtëpinë tonë. Ju lutem të paktën ngriheni ju zërin. Meqense njerëzit nuk kanë sy të shikojnë, ata që i votuam ja u dhan votat me shpirt e me dëshirë, këto rata harrojnë se s'kanë më as vota as gjë. Tere, jemi 3 familje në këtë rrugë këtu. Dhe kemi biznese të përbashkëta. Unë jam e bie e familjes këtu. Tani babajnë unë e kam invalid. Dhe gjithmonë është i detyruar me një përkraje, me një makinë dhe me një person që e shoqëron. Ku mund ta shoqëroj? I me më apo unë? Ku mund ta shoqëroj babajnë? Të pengohet aty se nuk shikon. Atere, ku do futemi neve? Jemi mbi 15 persona që jetojmë në 3 shtëpi, që jemi këtu, në këtë pellë, ku jemi me fëmijë të vegjël, jemi me gra me barë shtatzane, jemi me probleme, me pleqëri brenda, ku mund të kalojmë? Erdhi ambulanca, na ndodhi diçka, ku do kalojmë? Ku do vi ambulanca? Ku mund të vi këtu? Thonë te Alpeti është më keq, janë shtyllat, ku do kaloj ambulanca? Një karo atrec mu prish makinan mes të rrugës, ku mund të kaloj? Baba im u sëmur, mos o zot, ndodh një vakin, ndodh një tutje tu, mos o zot. Ku? Si? Ku do futet makinë e varimit? Mos o zot. Diçka, të gjitha mund t'i parashikojnë, mund të ndodhin. Është familje madhe, është biznese që paguen taksat, paguet kjo rruga këtu paguet, pastrimi, koshi, lozhurat, drita, energjia, uji, çdo gjë, vini të kërkojnë, detyrimet e shtetit i kërkojnë. Çfarë i bëni thirrje? I bëjmë thirrje bashkisë të paktën atë rrugicën aty, për person invalid, për pleqëri, për familje, për biznesin tonë, që paguajmë rregullisht, duhet të na lirojnë. Të paktën atë rip, ne nuk po kërkojmë ndonjë gjë. 2 metër vëndësh, të kaloj një diçka, një tutje tu, një urgjencë, një emergjencë, ku do vemi? Ja, shikojeni vetë, ku do vemi? Gërmall këtej,
e prishën murin, nuk tham gjë, në rregull. Do ta bëjmë të bukur, do ta bëjmë. Vlorën do e bëjmë në rregull. Po ku? Ja, e bën gërmalla ashtu. Këtej e bllokua. Ku se kuptoj si mund të kaloj? Nuk e kuptoj. Unë kur erdha dje për në shtëpi u pa taksa. Po ku të vete, i thash policit. Ishin 2 polica aty. Ku të vete? Nuk e di, se kuptoj. Jo, mirë është e basën të tisën, që